Banorët e fshatit Samrisht i Sipërm në njësinë administrative Dajç kanë ngritur shqetësim problemin e vazhdueshëm me furnizimin me energji elektrike si pasojë amortizimit të rrjetit elektrik në zonë. Sipas tyre, mungesa e investimeve prej vitesh ka bërë që ndërprerjet e energjisë të jenë të shpeshta, ndërsa edhe mbrëmjen e fundit zona ka mbetur për orë të tëra pa drita. Ata thonë se pavarësisht thirrjeve të përsëritura, nuk është ndërmarrë asnjë ndërhyrje në rrjet prej 60 vitesh. Problematika jonë është se këto sejë si franë një herë, në s'kena drita. Dhe më thonë, tesh mund tjetë 10 vitet e fundi, sidomos, që na s'kena drita. Por janë tela që në 67-ën, që ta si renovojnë mondial. Nuk e vejnë një rjetë si që ka bushati, trunshi e oblika, një kaqërel, si mëse pas problemet, ta bëjnë mes edhe në këtë punë. Zona jonë merret me pemë dekorative, ka serat, edhe me këtë temperaturë që është, çdo serë kryjnë punë. Domethënë, ata punëtorë punojnë kot. Ikën shpenzimet për 24 orë mëse pas drita na marrojmë. Mram 8:20 që ka fillu stuhia, sa ka fillu, na s'kena pas drita deri me 10 pa 10 që kanë ardhur i tash. Na qysh 67 to sa vun dorë. Përveç këtyre telave të që kena mrapa, që janë vu para 3 vjetëve. Edhe këta vunë mos i thirrta televizorit, se u këput që një telet para shpijet. Jo vetëm mram, por kja basi e vazhdueshme kjo punë, sepse telet janë tepër të amortizuar. Në me thonë që një fije shi mera, në rrim tërë. Nëjnë edhe moshe të rejtë. Në këtë me fut i gjysë kilit mi, se s'kena ma tepër kapacitet në frigorifer. Edhe ja, prishet. Ata i bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse që të marrin masa për rehabilitimin e rrjetit elektrik. Kërkesa jeme është që një tele që janë të amortizuar komplet. O dhe vetë kaqërel, ose dhe vetë tele 3. Se përna këpotën e përna mesin 20 në kërën të testë që në dojnë dritat. Na kena jetu, afre kena malnezi. As një sekund, stuhi pas të nuk fike në dritat. Pra ne i lutim edhe herë këti shtet të marrin masa që të ndrojnë këtë rjetë, sepse ne përshkojmë katastrofë. Shkot kështu në Europë, dhe me shku në Europë. Po jo marrë zet një, plësot da kushtë, nësë për të kërkojmë as punë, as zjo, as i sanë. Por i ta kushtet që duhet me i plëcu. Banorët presin tashmë nëse do të ketë një ndërhyrje konkrete nga institucionet përgjegjëse për zgjidhjen e këtij problemi të përsëritur prej vitesh në këtë zonë.